Disa ditë më parë, televizioni syri raportoi për një situatë alarmante, ku disa pata të ngordhura janë gjetur në lumin Krena, një fenomen i tillë ky që përbën një rrezik të madh për ekosistemin natyror të vendit. Një situatë e tillë mund të jetë shumë serioze, pasi qëndrimi i gjatë i patave të ngordhura në rrjedhën e lumit mund të shkaktojë përhapjen e bakterieve të tyre në ujë, duke rritur rrezikun e shpërndarjes së sëmundjeve epidemike. Duke marrë parasysh këtë situatë, raportohet se Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka kryer disa teste për të vlerësuar cilësinë e ujit në lumin Krena. Ky raport i analizave është shpërndar edhe te KRM Çabrati. Megjithatë, nga kjo kompani kanë bërë të ditur se kanë pranuar vetëm informacionin që analizat janë realizuar, por rezultatet e këtyre analizave nuk janë përfshirë në raportin e dërguar. Për të kuptuar se çfarë testime janë kryer saktësisht në lumin Krena dhe çfarë rezultatesh kanë dalë nga këto testime, ne kemi kontaktuar edhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët në përgjigjen e tyre kanë bërë të ditur se pas pranimit të informatës për ngordhjen e patave të egra në lumin Krena, Komuna e Gjakovës, inspektori veterinar i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka marrë mostrat, të cilat janë dërguar në laboratorin e Ushqimit dhe Veterinarisë për analiza laboratorike. Sa i përket rezultateve të analizave për praninë e sëmundjeve infektive të kafshët, siç janë Newcastle disease dhe gripi i shpendëve, ato kanë rezultuar negative. Kjo do të thotë se ngordhja e patave nuk ka ndodhur si pasojë ndonjë sëmundjeje infektive. Si pasojë e kësaj, një ndër shkaqet e mundshme mund të jetë intoksikimi apo ndotja e ujit. Tutje nga UV kanë bërë të ditur se për të kuptuar arsyeën se pse ka ndodhur ngordhja e patave, kërkohen hulumtime të mëtejshme nga institucione tjera relevante që merren me fushën përkatëse.